Falëndrime qofshin për Allahun e lartësuar, të nderuar vëllezër dhe besimtar, Allahun e falënderojmë, I vetmi meriton të shejtrohet dhe të adhurohet. Të dërguarin ton Muhammed a.s. të dashur në zemrave tona gjithmonë dhe familjen e tij I përshëndetmi me salavate dhe me selame. Shokët e tij kushdo që e pasojnë, inshallah na do të pasojmë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, bashkarisht në këtë muaj të bekuar dhe të zgjedhur me ibadete dhe adhurime të Ramazanit, po kalojnë momente shumë të mira shpirtërore. Lutem Allahun xhaleshanu që ta forcoj imanin ton, ta forcoj besimin ton, na pastroj neve nga gjërat e urrejtura dhe të ndaluara. Këtë Ramazan përfitoj nga rasti që të bëj dua për veti dhe për të gjithë shikuesit dhe auditoriumin e TV Spektrit, që ta përdormi për përmirësim së një rast I mirë për me fillu një pastrim për vetjen dhe një rilindje të re, duke I mënjanuar të gjitha ato gjërat të cilët janë të pahishme e përcjellin nga njëherë me dashje apo pa dashje karakterin ton. Ramazani vjen me një zë të fuqishëm, me një mesazh të fortë për ta bërë njeriu më të mirë dhe krahas agjerimit, të cilët neve e bëjmë gjatë këtij muaji, ai sinon të nxitë edhe vlerat mirë të bashkimit, të solidaritetit, të mirëkuptimit me njëri tjetrin. Prandaj, duke u nisur nga kjo që e thash tash fund, të nderuar vëllezër, dëshiroj t'ja përkujtoj vetit se për të qenë një Ramazan më I mirë, më I begatshëm, për të kuptuar se e ka pranuar Allahu xhaleshanu ve xhalla xhelaluhu, ne do të mundohemi që gjatë këtij muaji të forcohemi dhe të disiplinohemi me vlera, të cilët Allahu I lartësuar porosit dhe I don që të jenë të përhapura në mesin e shoqërisë islame, familjes dhe muslimanëve besimtarëve në tërësi. Një nga ato vlera është pajtimi edhe harmonia shoqënore. Islami inkurajon e nxit pajtimin mes njerëzve, veçanërisht ndaj atyre besimtarëve, individëve, të cilët por x shkaqe dhe arsye që na përcjellin në një jetë njerëzore, kanë pasur konflikte dhe kanë pasur keq kuptime. Sot po jetojmë me një botë shumë me terren shumë të përshtatshëm për polarizime, për fragmentarizime, ku përveç problemeve dhe sfidave me të cilat ballafaqohet shoqëria, kur I ngarkohen aspektin psiqik dhe moral, edhe këto ndarje, edhe këto konflikte ideologjike, konflikte kulturore, konflikte për shkak të pabarazisë sociale, për shkak dëshirës për të jetuar një jetë ma tepër e karakterizuar me vlerat materiale se sa besimore e shpirtërore, të gjithë këto e bojnë dhe krijojnë një realitet dhe terren për insant dhe njerëzit me qenë më të larguar nga njëri tjetri. Prandaj fuqishëm ndërhyn Islami, sidomos në këtë atmosferë për shpirtërore që e kemi gjatë muajit Ramazanit për të na tërhequr vërejtjen, se I duhet jemi të prirur për pajtim, për falje, për arsyetim edhe për mirëkuptim. Është një tregim shumë I shkurt, I cili na jep një mësim shumë të mirë për të kuptuar se sa është I rëndësishëm pajtimi edhe vendosja e mirëkuptimit, arsyetimit dhe harmonisë në shoqëri. Në një udhtim që po udhton njëherë dy miq në shkretir së bashku me njëri tjetrin. Gjatë asaj rrugës për x shkaqe dhe arsye përmendet se patën një mosmarrveshje dhe njëri prej këtyre e goditi mikun e tij për një zënk fjalësh në fytyrë. Miku I lënduar, shoku, bashkëultari I lëndruar, shkroi në rër në shkretir. Sot vëllavi jam, miku jem, më ka lënduar.
dhe vazhduan rrugën. Më vonë, ata arritën me një oazë në shkretir, ku kishte ujë dhe vendosën pak që të lahen edhe të freskohen. Burri i cili pak më herët ishte i goditur në shkretir, për pak se nuk u mbyt, u rreziku me jetën e tij. I njëjti mik e shpëtoi i cili e kishte goditur më herët. Masi e shpëtoi, ai u ngrit dhe tani jo në shkretir, por në një gur shkruajti këtë slogan: sot miku im ma shpëtoi jetën. Filluan të ecin dhe të diskutojnë. Në ndërkohë, ky që e goditi në shkretir dhe ky që e shpëtoi në atë oazën ishte kurreshtar dhe e pyeti, tha, pse herën e parë e shkruajte në shkretir sot miku im më lëndoi, nëse në rastin e dytë e shkruajte sot miku im më shpëtoi jetën. I lënduari me një urtësi të thellë i u përgjigj kështu që besoj se do duhej të gjithë një farë mënyre ta përvetësonim këtë urtësi dhe do të ndikonte fuqishëm, do duhet ndikonte në karakteret e tona. Kur dikush të lëndon nga vëllezërit për x edhe shkaqe, ata duhet ta shkruajmë në zallë, në rër, në mënyrë që era ta fshije. Dhe kështu nga kujtesa e jonë, lëndimin nga tjetri duhet ta fshijmë. Ama kur dikush të bën mirë dhe gjendet pranë teje dhe të mbështet, ata duhet ta gdhendmi fort dikund, ku kujtesa e jonë gjithmonë do ta kujtoj ata, në qoftë se është rasti edhe mbi gur, që ata mos ta harrojnë kurrë. Ky shembull flet për një nivel të vetdijes së ndërgjegjes edhe etikës islame për të ndërtuar një harmoni dhe një bashkëpunim e mirëkuptim më të mirë me njëri tjetrin, por një qytetari më të mirë në vendin ku ne jetojmë. Sepse mundësia për polarizim, për përçarje, për moskuptim, për fragmentarizim, është shumë e madhe, dhe sot na ka ngulfat në të gjitha aspektet e jetës, por ka një shpresë për besimtarin, i cili është i pajisur me vlerat e moralit edhe etikës islame, dhe i cili e frenon veten dhe është mirënjohës për të mirën e tjetrit, ndërsa për lëndimin edhe për vuajtjet të cilët ja ka shkaktuar është në gjendje në të farë. Prandaj një dietar, kur erdhi një besimtar te një alim të një dietari, tha: një prej vëllezërve sot shumë ka ngushtuar. A mund edhe a duhet ta falë atë? Dietari tha: a dëshiron ti nëse bën ndonjë gabim që Allahu i lartësuar të falë? Natyrisht tha se po. Prandaj falë edhe ti. Një nga emrat e Allahut të lartësuar, me të cilën ai e ka shfaq vetë në Kur'anin famlar, ai është falës. Ghafurur Rahim. Ai është Gafir, ai është cili fal. Prandaj, me që Allahu ka emërtu, ka vendos që ta emëroj veten me cilësinë e faljes, dhe ne kuptojmë se çfarë është falja e Zotit, e njëjtja falje duhet të transmetohet dhe të operojë në vetët e tona në mënyrë dhe ne që të falim tjetrin. Dame të mëdha profetit Isës a.s. njerëzit i kishin shkaktuar për rreth. Dhe filluan bashkëshoqëruesit e tyre, Havarjun, një ditë po i thonë: o profeti Allahut, gjithë këto vujtje, gjithë këto përbuzje, gjithë këto nënçmime, pe nga forca jote po buron për t'i falur ata. Bëri një dallim që është shumë i rëndësishëm për neve, pejgamberi Isa a.s. Ai që fal edhe ai që nuk fal nuk janë të njëjtë. Ne duhet të ndryshojmë nga njëri tjetri.
Ata të cilët shfaqin arrogancë dhe nuk falin, ata nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm se e tregojnë veten edhe e shfaqin veten të tillët që janë në realitet. Prandaj, nëse don mos me qenë si tjetri, duhesh me ndryshu. Ajo që na bën nga arroganca, nga koforcia tjetrit për të dalluar, është falja, mëshira të cilët na mëson Kurani famlar edhe etika dhe edukata islame. Allah na bëj për atyre që falim, që kuptojmë, që arsjetojmë të tjerë për të ndërtuar një shoqëri më të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.